Laçi mirëpriti kampionatin kombëtar të peshkngritjes për grup moshat U15 dhe U17, një sport i cili u themelua edhe në këtë qytet me iniciativën e trajnerit të njohur Florenc Çela. Rreth 70 sportistë të rinj nga gjithë Shqipëria morën pjesë në këtë aktivitet, i cili shërbeu edhe si fazë përzgjedhëse për talentet që do të përfaqësojnë vendin tonë në kampionatin evropian që do të zhvillohet në Prishtinë. Organizatorët u shprehën se interesi për peshkngritjen po rritet vazhdimisht, pasi sporti po shihet si një mundësi e rëndësishme jo vetëm për aktivitetin fizik, por edhe për edukimin e të rinjve dhe largimin e tyre nga fenomenet negative. Dua të them që është një aktivitet jashtëzakonisht i rëndësishëm. Nuk ka ndodhur një pjesëmarrje kaq e madhe me këta fëmijë që janë 12 deri në 17 vjet. Unë dua të falenderoj nga zemra kryetaren e bashkisë, zonin Majlinda Cara, e cila me një përkushtim ka bërë një organizim fantastik. Federata Shqiptare e Peshkngritjes për 5 vjet ka sjellë mbi 15.000 sportista në Shqipëri, sportista dhe turista që ndihmojnë ekonominë shqiptare. Dua të them që ishte befasues ky aktivitet, nuk e prisja organizimin në këtë. Unë duhet të falenderoj Florenc Çelën, një trajner ekselent, i cili është dhe trajneri i ekipit kombëtar për moshat U15 U17. Për një kohë shumë të shkurtër, ai ka përgatitur një ekip të jashtëzakonshëm. Ne shumë shpejt, mbas 3 muajsh, do zhvillojmë kampionatin evropian për këto mosha në Kosovë. Është fat i madh që zhvillohet në Kosovë. Dhe unë sot në emër të federatës, por edhe të presidentin në emrin tim, dua të them që vetëm ekipi Laçit do marrë mbi 3-4 medalje europiane. Ngritja në zonën tonë nuk ka qenë asnjëherë. Është hera e parë që është themeluar një ekip. Kemi marrë përsipër këtë aktivitet kaq të rëndësishëm. Është aktivitet shumë i rëndësishëm ku ne do bëjmë përfaqësimin më të mirë të mundshëm. Është më marrë me sport. Me çdo lloj sporti është shumë e rëndësishme. Peshkngritja tani unë peshkngritin kam në zemër, edhe me mpyt më bëhen gjithë peshkngritësa. Po e rëndësishme me marrë me sport çdo fëmijë. Shoh pjesëmarrje nga sportista të rinj dhe rezultate shumë të mira nga gjithë sportistët. Shpresoj që ata të bëhen kampion të mëdhenj një ditë dhe ta vazhdojnë po me të njëjtin dëshirë që e kanë nisur tani. Kështu që mjafton stërviten fort dhe gjithë sportistat mund t'ja dalin. Kryetaria e Bashkisë Kurbin, Majlinda Cara, vlerësoi zhvillimin e këtij kampionati në Laç dhe theksoi se mbështetja e institucionit që ajo drejton do të vijojë edhe në të ardhmen për zhvillimin e peshkngritjes dhe rritjen e nivelit të ekipit të qytetit. Sporti është vullnet në radhë parë, është sakrificë dhe është gjëja më e mirë për të rinjtë tanë që t'i edukojmë përmes sportit. Bashkë do kemi bashkëpunime të jashtëzakonshme për ta ngritur ekipin e peshkngritjes së Laçit aty ku duhet, ashtu siç kemi futbollin, do kemi sporte të tjera, edhe peshkngritjen për të rritë dhe për të pas një ekip dinjitoz që të përfaqësohemi në arenat kombëtare dhe ndërkombëtare. Në përfundim të kampionatit, i organizuar nga Federata Shqiptare e Peshkngritjes me mbështetjen e Bashkisë Kurbin, u zhvillua ceremonia e ndarjes së çmimeve për sportistët fitues, ku ekipi Laçit U15 u shpall kampion. Gjithashtu shumë sportistë të Laçit arritën suksese. Në kategorinë 35 kg, Jorisa Laçi u shpall kampione, Lard Baiba nën kampion, Median Çakoni vendi 3, nga kategoria e 45 kg, Bruno Çela kampion, kategoria e 52 kg, Orges Osmani kampion, Brandon Kolaj nën kampion, ndërsa nga kategoria e 55 kg, Bojken Çela nën kampion.